Përshëndetje. Pas një kohë gjatë, po kthehem përsëri për të bërë një video. Dhe do doja të ndaj me ju një diçka shumë të rëndësishme. Bëhet fjalë për mërzinë. Shumë herë na kap mërzia. Mërzitemi për gjëra që i duam e nuk i kemi, për gjëra që i kemi po na ikin nga duart, edhe për gjëra që duam t'i kemi po janë të ardhmen. Do të shkojmë atje se do të presim që të vijë ardhmja që t'i kemi. Edhe nga ndonjëherë padurimi bën që mërzitesh. Çfarë ndodh konkretisht? Pse mërzitemi? Mërzitemi se duam t'i presim gjërat shkurt. Në çfarë mënyre duam t'i presim gjërat shkurt? Dua t'ju tregoj diçka shumë praktike, desha të them, edhe shumë e këndshme për të kuptuar, për ta... Le të marrim rastin e dorës. Dora në vetvete është krijuar për të futur ushqim në gojë. Edhe çfarë ndodh? Duke u futur ushqimin në gojë, ushqimi shkon në stomak, tretet, edhe të gjitha vitaminat, proteinat, kthehen në lëngje, dhe lëngjet në këtë mënyrë, lëngje dhe gjaku, furnizojnë dorën. Pra, ky është një proces në të cilin dora ushqehet në vetvete. Merr ushqimin, e fut në gojë, ushqimi shkon në stomak, tretet, kthehet në lëngje, kthehet në gjak, vitamina, proteina, më të thash, edhe këto shpërndahen në gjithë trupin edhe në dorë në të njëjtën kohë. Edhe kështu dora ushqehet. Mirë po çfarë ndodh në rast se dora do kërkonte vetvete që të mos shërbente më, po të ushqehej vetë. Të ngrihet në revolt dora, e kupton ti? Të ngrihet, të mërziti dora, thoshte nuk dua të shërbej më, dua të jem e lirë, dua të jem e pavarur, jam zonja vetes, i zoti vetes, e kupton? Edhe nuk dua të shërbej më. Çfarë do thotë? Dora do çmendej. Do jepte, do merrte, do mundte ç'ishte e mundur, edhe do arrinte të kuptonte që nuk ushqehej dot. Edhe ky është fakt, nuk ushqehet dot. Ky është procesi. Dora për këtë punë është krijuar. Shërbej të fusë ushqimin në gojë, edhe ai ushqim pastaj të kthehet në ushqim për vetë dorën. Kupton? Edhe ky është një proces natyral, në atë që kështu duhet funksionoj. Ndrysh. Mirë po, kjo thamë ishte një zgjedhje nëse dora do tentonte të binte shkurt gjërave, pra të ushqehej. Mirë po çfarë ndodh me ne njerëzit? Kur neve në vetvete duam të dijem gjërave shkurt, edhe tentojmë të jemi të lumtur vetë. Sa të lumtur do jemi? Sa ka mundësi të ushqehet dora vetë? Aq të lumtur do jemi edhe neve, duke i rënë gjërave shkurt. Neve çfarë bën? Gjithë jetën tonë, çdo gjë që bëjmë, e bëjmë në mënyrë egoiste. Egoiste në kuptim egoiste. Egoiste në kuptimin që mendojmë vetëm për veten tonë, vetëm për menderin tonë, se po flas një çik kështu jashtë asaj. Kupton?
kënaqim vetëm tonë. Neve nuk funksionon. Edhe e kemi provuar që gjithë në lëkurën tonë. Që gjithë pa përshtim. Pa përshtim. Që ka ai që është fukara në maksimum, që nuk ka do të shkojë më skriu të kapësh më. Edhe deri ka ai që është i pasuri në maksimum, që gjithë në laf, kush më shumë, kush më pak. E kemi provuar që nuk funksionon. Nuk dhe të tregoj një rast se dikush me ju mund të ngrijë dhe pikë çuditse në kokë. Ai që ka lek, ai kështu, ai ashtu. Dhe të tregoj një rast shumë të lezetshëm ka ndodhur para 2-3 vjetësh. Po punoja diku. Edhe pronarja atij ambienti që po punonin, kishte makina, kishte 2-3 makina që ishin njëra më e shtrenjtë se tjetra. Në atë periudhë kisha një ndihmë si djalë të ri. Edhe ishte moment pushimi, dregje. Po shkonim tanim bukë në një mencë aty afër. Edhe kalon ky pronari me makinë, më përshëndes. Edhe më thot ky ndihmësi, shikoj më thot mua çfarë jetë bën ai, thot. Çfarë jetë thash më bën? Po tha, nuk e shikon më si ndron makinat. Neta për i moment kështu. E thash, sa kohë kemi këtu, e thash që punojmë bashkë. Po tha, kemi një 20-25 ditë. Thash unë, në këto 20-25 ditë që ke po punon këtu, thash unë. A i ke parë në një moment buzëqeshje atë njëri, thash unë. Ngeli kështu. Jo, më thonë. A i ke parë në një moment lumtur, thash atë njëri, thash. Jo, më thonë. Thash unë, çfarë jetë bën ai, thash unë. Ai është fukara, thash unë. Ai është njëri për të ardhur keq, thash unë. Ai nuk është njëri për të pasur zili, thash. Ai është njëri për të ardhur keq, thash. Për atë jetë që bën, thash. Për atë stres që kalon nga mëngjesi deri në darkë, thash. Çfarë do atë tjetër? Çfarë mund të ketë zili asaj jete? E kupton? Pra, çfarë desha të them me këtë? Edhe leku nuk të bën të lumtur. Si nuk të bën të lumtur edhe ti je pa lek, jemi realist, por që nuk ekziston sot e kupton. Që të jemi të lumtur, pa bërë të lumtur, nuk ekziston. Ne duhem të bijmë gjërave shkurt. Por nuk është pa mundur. Lumturia vjen vetëm nëpërmjet Zotit. Duke bërë të lumtur Zotin. Duke punuar dhe duke dhënë gjithë atë që kemë vetveten tënde si shërbim kundrejt Zotit. Atë punë që bën Zot, këtë punë që bëra sot, ta dedikoj ty si shërbim. Ky ishte shërbimi im kundrejt teje sot. Faleminderit. Ushqimin, Zot, faleminderit. Nga bukë, t'jam mirënjohës. Pata ushqim në tavolinë, t'jam mirënjohës. Më ngrita nga gjumë, faleminderit, t'jam mirënjohës. Pra, çfarë do të them? Fillimisht, neve do të bëjmë çdo gjë për të si shërbim kundrejt Zotit, për të bërë të lumtur Zotin. Edhe rrjedhimisht, vetëm ashtu vjen lumturia jonë. Vetëm ashtu mund të jemi të lumtur vetë. Ndryshe është e pamundur, prandaj edhe në jetën tonë rrapatemi, coptohemi, edhe mbasi kemi arritur edhe gjëra që i kemi kërkuar për të pasur dhe i kemi arritur, prap mbas një lumturie fare të shkurtër, të papërfillshme, prap kthehemi në gjendje fillestare në kërkim të diçka tjetër për të qenë të lumtur. Edhe nuk arrim dot të përmbushemi asnjëherë. Është puna e dorës. Është e pamundur. Në fillim fare duhet bëri lumtur origjina e lumturisë, burimi, the source. Po nuk u bëj lumtur ai nëpërmjet dashurisë që ne shfaqim ke ai, nëpërmjet
shërbimit që ne në përmjet asaj që bëjmë, që ne adhurojmë e bëjmë si shërbim kundër tij. E kupton? Pra, duke bërë të lumtur atë, është vetëm në mënyrë që ne të bëjmë të lumtur. Përndryshe ne do rroptohemi, do coptohemi, po nuk arrim dot. E kupton? Lumturia do jetë fare pa përfitshme, fare e përkohshme. Edhe me lek, pa lek, nuk do jesh kurrë i lumtur. Kurrë. Kështu që ky ishte mësimi im për sot. Lumturia vjen vetëm nga burimi i lumturisë. Nga asnjë gjë tjetër. Faleminderit. Shpresoj kem sadopak goditur atë që duhet. Radhe Govinda Murari Gopala, Radhe Govinda Murari Govinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.